Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Mendu Thaçi, kritikon Albin Kurtin se po e përdor angazhimin e tij në Maqedoni për të fituar vota në Kosovë. Në intervistë për emisionin Klik Plus, Mendu Thaçi vlerëson se Albin Kurti synon vetëm performancë. Thaçi komentoi Vlenin si përfaqësuesi legjitim të shqiptarëve, por që sipas tij kjo nuk do të zgjasë shumë. Asnjë student shqiptar nuk është në mesin e 20 studentëve që fituan bursën studentore Boris Trajkovski nga ana e presidentes së Republikës Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska Davkova. Në apelin drejtuar studentëve, presidentja foli për faktin se shumica e të rinjve po largohen nga vendi pasi nuk u jepet mundësia e drejtë për avancim. Ndërkaq Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, studentëve që fituan bursën shtetërore u bëri me dije që prej tyre pritet forcimi i kapaciteteve institucionale dhe zhvillimit të vetë shtetit. Ajo kërkoi nga ata që të mos harrojnë se nga vinë në momentin kur të përfundojnë me sukses këto studime. Bursa për studentët me rezultate të larta Boris Trajkovski është një bursë financiare që kap shumën afërsisht 15.000 euro. Gjysmat e mjeteve sigurohen nga shteti, ndërkaq 50% tjetër sigurohet nga Kolegji City në Selanik. Rajoni. Kosova përfshihet nga greva dhe protestat. Autobuset e trafikut urban rrethuan komunën e Prishtinës dhe qeverinë e Kosovës. Nga dita e hënë ata kanë ndërprerë qarkullimin si shkak i mospagesës. Ndonse përfaqësuesit e trafikut urban dhe operatorëve privat u takuan një ditë më parë me ministrin e detyrë të financave Hekuran Murati, ende nuk ka marrëveshje. Punëtorët e Radio Televizionit Kosovës vazhdojnë grevën e përgjithshme për shkak të mosmarrjes së pagave. Ata kanë ndërprerë edicionet e lajmeve në orën 11:13. Sindikata e punëtorëve të RTK-s ka bërë të ditur se greva do të zhvillohet çdo ditë nga ora 11 deri në orën 13 me pezullimin e të gjitha punëve në çdo sektor. Sindikata sqaron se greva vjen si pasojë e mos ekzekutimit të pagave për pothuajse 2 muaj. Edhe shoqata sindikale e Radio Kosovës ka njoftuar se punëtorët, duke filluar nga kjo e martë, do të organizojnë një grevë 2 orëshe përpara ndërtesës së radios. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Betohet para presidentit të Republikës antari i ri gjykatës kushtetuese Shqipërisë Asim Vokshi. Ai do të zëvendësojë Olta Zaçajn me mbarimin e mandatit. Bazuar në rezultatet e votimit të zhvilluar për zgjedhjen e antarit të gjykatës kushtetuese, mbledhja e posaçme e gjyqtarëve të gjykatës së lartë vendosi zgjedhjen e zotit Asim Vokshi, antar të gjykatës kushtetuese, me mandat të plot 9 vjeçar. Ftojmë zotin Vokshi, pas leximit të formulës së betimit, me dorën mbi kushtetut me tekstin betohem, të nënshkruaj aktin shkresor. Më herët gjykata e lartë shpalli fitues Asim Vokshin për zëvendësimin e Zaçajt, por rezultati u kundërshtua nga kandidatja tjetër, Naureda Llagami. Kjo e fundit pretendoi në gjykatën administrative dhe më pas në gjykatën kushtetuese se një votë e shpallur e pavlefshme i takonte asaj dhe rrjedhimisht e bënte atë gjyqtare kushtetuese. Me ikjen e Zaçajt, gjykata duhet të zgjedhë një kryetar të ri. Përkohësisht, institucioni i lartë i drejtësisë drejtohet nga nënkryetaria Marsida Xhaferllari. Mbyllja e çështjes së kozgjatjes së mandateve të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese është një nga sfidat e institucionit më të lartë të drejtësisë. Apeli vjen nga kryetare e gjykatës kushtetuese Olta Zaçaj në momentet e dorëzimit të mandatit si antare dhe kryetare e kësaj gjykate. Në bilancin 3 vjeçar të punës, Zaçaj vlerësoi këtë moment si një prej sfidave më të rëndësishme për institucionin. Për sa kohë mandati gjyqtarit të kushtetuesës është i lidhur ngushtë me pavarësinë e vet atij, si kundërt të kësaj gjykate, paqartësitë në këtë drejtim ndikojnë në funksionimin sistematik të institucionit, por dhe në aspektin personal të gjyqtarëve, apelon Olta Zaçaj. Fillon një tjetër procedim penal ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Regjistrimi i procedimit penal u bë me dije përmes një shkrese të nënshkruar nga prokurori SPAK Adnan Xholi dhe drejtuar Adriana Kalas në cilësinë e kallëzueses. Koordinatoria për mediat e SPAK konfirmoi autenticitetin e dokumentit, por nuk bëri me dije më shumë të dhëna për shkak të sekretit hetimor. Në shkresën e SPAK sqarohet se bazuar në kallëzimin e kryer nga Kalaja kundër Belinda Ballukut, Cena Klosi dhe personave të tjerë, është regjistruar procedimi penal numër 95 i vitit 2025. Po ashtu bëhet me dije se një material kallëzues shtesë është protokolluar më 16 shtator dhe është administruar në kuadër të këtij hetimi. Sipas SPAK, procedimi penal është në fazën e hetimeve paraprake. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.